Po kthena edhe një herë të dyshi këtu ku jemi për të arritë edhe një përmbyllje të kësaj bisede të sot me doktor Nazim. Ajo çka duhet me theksu sepse i përmendëm gjitha, edhe hospitalizimin, edhe vizitat, edhe dhomat, edhe sallat, harru me theksu që edhe ushqimi është i detajuar për pacientët ashtu siç e rekomandon mjeku, me përgjithësi nutricioni, me kuzhinë të zgjedhur, me ushqim cilësor. Pjesë e mjekimit është edhe ushqimi, pjesë e mjekimit, për ta ditë këto do të marr shembull shumë të thjeshtë, për shembull një pacient diabetik nuk mund të ushqehet sikurse një pacient tjetër i cili nuk është diabetik. Për shkak se ushqimi duhet të jetë i veçantë për ato. Këtu ushqimi klasifikohet ose zgjidhet në mënyrë shumë profesionale nga profesionistë në nutricient, të cilët janë të përgatitur për atë se çfarë lloj ushqimi duhet konsumojë një pacient në raport me sëmundjen të cilën e ka. Dhe kjo është rregulluar shumë mirë. Kjo është rregulluar shumë mirë dhe funksionon shumë mirë.